Qarku i Lezhës u përball me probleme edhe gjatë natës, si pasojë e motit të keq. Në zonën e Talës, rritja e nivelit të ujit lagunës shkaktoi dëmtim të argjinaturës. Si pasojë, uji vërshoi drejt zonave të banuara. Për të parandaluar përmbytjet, autoritetet ndërhyjnë me mjetet të tonazhit të rënd për të forcuar argjinaturën dhe për të minimizuar dëmet. Me probleme të shumta u përball edhe Mirdita, ku aksi rrugor shem Bukmir pësoi shëmbje në disa pika duke rrezikuar bllokimin e qarkullimit. Për të bërë të mundur hapjen e rrugës, autoritetet ndërhyjnë gjatë natës. Kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Melushi dhe prefekti i qarkut Lezhë, Taulant Malçi, thanë se problematikat në këtë segment janë të përsëritura dhe përkeqësohen pas rreshjeve intensive. Nëse ka një rrugë sot me probleme të mëdha në qarkullim është rruga e Bukmirës, që në fakt lidhet dhe njësinë administrative të Kaqinarit. Ka disa fragmente të saj që janë të dëmtuar rënd dhe që realisht është mbetet një ndër problemet më të mëdha që ka sot Bashkia e Mirdit, sepse kalon edhe çdo forcë ose kapacitet për të ndërhyrë në kuptimin për ta kthyer në gjendje normale të saj. Ndërsa për ta mbajtur të aksesueshme dhe të kalueshme, po përpiqemi me gjitha mundësitë që bashkia ka për ta mbajtur që këta banorë, qoftë Bukmira, qoftë njësia administrative të Kaqinarit të mos bllokohen. Ne jemi sot këtu prezent bashkë me Servisin e Emergjencave Civile të Prefekturës për të vlerësuar dëmet dhe problematikat që janë krijuar në territorin e Bashkisë Mirdit. Një ndër problematikat kryesore është edhe ky aks rrugor që lidh rrëshenin me Bukmir, me fshatin Bukmir dhe gjithë njësinë e Kaqinarit. Dhe patjetër që ne do ta adresojmë dhe do të kërkojmë vlerësimin real të situatës problematikës dhe për të identifikuar pastaj edhe mënyrat e ndërhyrjes që duhen patjetër që të shikohen sipas kostove që kanë çdo variant ndërhyrje këtu apo në mënyrë tjetër zgjidhje për ta sistemuar. Rruga Rrëshen Bukmir lidh fshatrat e njësisë administrative Kaqinar me qendrën urbane, ndërkohë në Shkodër nuk ka pasur problematika.